Punëdhënësit t'i ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme dhe t'i respektojnë rekomandimet për mbrojtjen e punëtorëve nga temperaturat e larta, porositën sot Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Dime Spasov dhe kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë Zhivko Mitrevski. Siç theksuar në konferencën për shtyp, ideja është që të veprohet në mënyrë parandaluese, të mos priten fazat kritike duke pasur parasysh paralajmërimet se shtetin do ta përfshijë valet të nxehtit. Në qoftë se nuk ndërmerren masat për mbrojtje dhe nëse Inspektorati i Punës konfirmon rrezik të drejt për drejt për sigurinë dhe shëndetin e të punësuarve, me vendim do të ndalohet puna në tërësi e një pjesë të reparteve ose procesin teknologjik, tha Ministri Spasov. Nëse punëdhënësi në afat të caktuar nuk i largon parregullsitë dhe mungesat e konfirmuara, do të sanksionohet sipas ligjit për kundërvajtje me gjop prej 5.000 deri 8.000 euro për person juridik dhe me gjop prej 500 deri në 1.000 euro për person juridik. Organizim adekuat të punës, kontrolli i procesit të punës dhe vlerësim të rrezikut në vendet e punës, evitim të punës jashtë orarit, shfrytëzim të pauzave dhe nëse është e nevojshme vendosja e pauzave shtesë kur temperatura është e lartë, posaçërisht midis orës 11 dhe 16, sigurim të hapësirave adekuate për freskim, rroba të lehta pune dhe parandalim nga rrezikjet e rritura gjatë punës janë vetëm disa nga rekomandimet që punëdhënësi duhet i respektojë. Ministri informoi se veçmë është përgatitur plani aksional për parandalim nga valet e të nxehtit, qëllimi i të cilit është të shmangen rreziqet për shëndetin e punëtorëve. Plani obligon inspektorët shtetëror të punës në muaj të kryen nga 40 mbikëqyrje tek subjektet juridike, me çrast do ta konfirmojnë realizimin e rezultateve. Shqyrtimet e LSM-s tregojnë se vende pune më të rrezikshme dhe më së shumti në goditje nga temperaturat e larta janë ndërtimtaria, bujqësia energjetika, metalurgjia, komunikacioni, industria ushqimore, tekstili, armata, policia. Vitin e kaluar, kur Maqedonia u përfshi me fazën e portokallt, inspektorët e punës në ditë realizuan nga 80 mbikëqyrje. Vendimet e tyre punëdhënësit respektuan, për çfarë arsye nuk është ngritur asnjë procedurë kundërvajtëse.